tek PS-ja, si për qarkun e Tiranës, po ashtu edhe për qarkun e Fierit, por rokat brenda fituesve të Partisë Socialiste. Të paktën këto janë ato informacione apo indicie që unë kam. Pra qarku i Fierit është Zegjineja Qarku i Fierit është rrezikon, po themi e fundit është Zegjine Caushi me 2 apo 3 kandidatë të tjerë të listës së hapur të Partisë Socialiste, të cilët kanë bërë fushat, kanë qenë kandidatë deri diku pretendent, por ndoshta për mënyrën se si mori fushata në 2-3 javët e fundit, ku zonja Caushi nga një, po themi, personazh i panjohur, jo vetëm në Tiranë, po edhe në Fier, në PS-n e Fierit nuk është. Mbase për këtë e kanë votuar dhe pastaj arriti të marrë ato votat. Do e shohim pra, procesi do na i tregojë nëse i ka marrë ato vota, po janë shënuar ato vota. Pra Tirana fillon nesër dhe Fieri fillon partit. Gjasat janë që Tirana të mbyllet brenda 10 ditëve të para dhe pas Tiranës do të vazhdohet me Fierin dhe pas Fierit do të jetë Durrësi, i cili ka numërim të pjetshëm, nuk ka të gjitha kutit, sepse nëse do kishim edhe Durrësin pastaj të gjithë si qark. I bie që të shkonte në rinumërim e gjithë Shqipëria. Në fund të korrikut e sigurt do ishte që do ishim duke rinumëruar fletë. Ndërsa ky proces sa pritet të zgjas? Unë e thash 2 javë në hyrjen time, po. Që ndoshta brenda do të shkojë deri në javën e parë të korrikut, pra të mbyllet ky 2 javë qershorit dhe në ditët e para të korrikut mundet të përfundojë. Dhe harrova të të pyes për diçka. Kush po i rinumëron këto vota dhe kush po i vëzhgon? Janë administratë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë punonjës të përhershëm ose të përkohshëm të kontraktuar nga KQZ-ja për periudhat zgjedhore dhe partitë politike kanë të drejtën të vëzhgojnë procesin dhe janë 4 subjekte të akredituara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përveç Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, janë edhe 2 subjekte të tjera, Koalicioni Nisma Shqipëria B dhe Partia Mundësia, madje sot në fakt ka pasur një kërkesë ankimore të bërë nga Lëvizja Bashkë, e cila ka kërkuar që ta ndjek nga afër procesin, sidomos për qarkun e Tiranës, aty ku ajo është fituese e një mandati dhe kërkon që ta ndjek edhe procesin e rinumërimit, pasi në një farë mënyrë është edhe pa lehtësuar nga ky proces që pritet të fillojë ditën e nesërme. Okej, kështu po funksionon pra. Dhe meqense më përmend korridoret, çfarë flitet tjetër nëpër korridore që ti mund na e thuash? Se përfaqësuesit politik jo, kush është i shqetësuar nga ky proces më shumë? Shiko, më të shqetësuarit janë ata kandidatët e listave të hapura. Ndërkohë që po themi janë të shqetësuar, kanë një shqetësim real. Janë të shqetësuar sepse mund të jetë një kandidat që i varet mandati për 10 vota, ndoshta edhe për gabime njerëzore mund të ketë marrë më tepër vota ose më pak vota, pavarësisht se mund të ngjaj. Pra jo me urdhër partie thua ti, po me një gabim njerëzor. Pra mund të pasur arsye nga më të ndryshmet kur mandati të varet për pak vota, sigurisht që ka një lloj tensioni apo një lloj klime jo të qetë në radhët e këtyre deputetëve, por sigurisht besoj që qetësi nuk ka as në 2 partitë e mëdha, pra leadershipin e partive, sepse nga një anë Sali Berisha po kërkon ose i mëshon ides për ta shpallur procesin të delegitimuar procesin e zgjedhjeve. Gjithë procesin, nga ana tjetër mund të rezultojë nga procesi i rinumërimit që jo vetëm ka pasur problematika me votave që ka marrë PS-ja dhe PD-ja, pra subjektet politike, por në thonjza ka pasur vjedhje dhe brenda mes veti. Dhe kjo absolutisht që nuk është një lajm i mirë për Sali Berishën në atë idenë që ai kërkon të nguliste qytetarët që ka qenë një farsë elektorale dhe që na ka vjedhur kundërshtari dhe jo ne, nëse do quhen vjedhje gjithsesi. Nëse po themi njëjti fenomen ka ndodhur dhe brenda partisë në një farë mënyrë zhbjerret kjo lloj narrative dhe kjo lloj qasje që po tenton zoti Berisha. Pastaj tek Partia Socialiste për vetë mesazhin që zoti Rama i ka dërguar dhe i tërhoqi nga deputetëve, sigurisht nga ankimimet. Nuk është i qetë edhe nga ky proces që do ndodh, sepse mund të shkojnë në parlament deputet që si do dhe të ikin nga parlamenti deputet që ja gjen zgjidhjen, kam përshtypjen Ardit, po vetëm një pyetje të fundit lidhur me këtë. Duke qenë se në Dibër ne nuk i pam votat për Partinë Socialiste, për kandidatët, për votat preferenciale. Ishte thjesht kërkesa e PD-s, pra do t'i shohim tani tek Tirana dhe tek Fieri, këtë doja të kuptoja. Të dyja qarqet bashkë me Durrësin që ka hapje të pjesme të kutive, ne do të shohim votat që kanë marrë partitë, do i rinumërojmë dhe do shohim pastaj votat e secilës parti se si janë shpërndar për kandidatët e tyre. Mirë, Ardit, falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndave me ne, punë të mbarë për nesër.